Kryeministri Edi Rama ka reaguar me një postim të gjatë në rrjetin social X, duke ju përgjigjur kritikave dhe thirrjeve për dorëheqje që sipas tij kanë ardhur pas deklaratës për bulevardin e Flamingove me një gjuhë të ashpër dhe plot metafora. Rama i cilëson si muhabete sorrashe korbash, komentet dhe mesazhet që sipas tij i kanë bërritur në rrugë të ndryshme, ndërsa thekson se nuk ka asnjë arsye të hyjë në dialog apo negociata me ata që kërkojnë largimin e tij. Kreu i qeverisë sqaron se fjala e tij për Flamingot nuk u drejtoi protestuesve, por ishte një reflektim mbi mësimet që sipas tij ishte nxjerr nga ajo metaforë, ndërsa sorrat dhe korbat sipas Ramos përfaqësojnë anën e errët të protestës dhe nuk kanë lidhje me atë që ai e quan besa e tij me qytetarët. Rama shkon edhe më tej duke deklaruar se protestuesit mund të vazhdojnë të kërkojnë dorëheqjen e tij edhe deri në vitin 2029, pasi sipas tij kjo është e drejtë demokratike, por nuk ndikon në mandatin që ai thotë se ka marrë nga shumica e votuesve. Me një gjuhë të ashpër dhe metafora të shumta, kreu i qeverisë thekson se nuk ka ndërmend të prish kontratën me qytetarët që e kanë votuar, ndërsa u përgjigjet edhe atyre që sipas tij refuzojnë çdo dialog dhe kërkojnë vetëm largimin e tij nga detyra. Më vinë në rrugë të ndryshme përmes WhatsAppit nga miqa të panjohur, muhabete sorrashe korbash pas fjalës sime në bulevardin e Flamingove. Një prej tyre që e kam dëgjuar edhe me audion origjinale nga poshtë dritare së zyrës do një koment: përsërisin që nuk duan dialog, s'ka negociata, s'japin besë, po duan vetëm dorëheqjen time. Keq kuptim i madh. Asnjë prej tyre s'më ka dhënë vot, me asnjë prej tyre s'kam kontratë dhe për asnjë prej tyre e as për të tërë ata bashk s'më ka shkuar asnjëherë ndërmend të prish kontratën me 800.000 shqiptar, ndër të cilët edhe plot Flamingo. Fjala ime ishte për mësimet që mora nga Flamingot dhe u drejtoi atyre, jo puplave të zeza që mblidhen çdo natë në bulevard pas shtektimit të Flamingove. Në atë fjalë sorrat e korbat ishin pjesë sepse janë ana e errët e protestës, po jo se kanë pjesë në ato mësime apo në detyrimet e nxjerra prej atyre mësimeve. Kështu që sorrat dhe korbat as mos lodhen hiç së refuzuari besën, sepse besa jon s'ka asnjë lidhje me ta, as mos rreshtin se ardhuri poshtë penxheres time me kërkesën për dorëheqje deri në vitin 2029, po të duan, sepse liria është e njëjtë edhe për ata dhe demokracia funksionon njësoj për të gjithë, ndërsa kontrata ime me shqiptarët nuk varet në asnjë pikë të vetme nga ata, po është pronë e të gjithë atyre me të cilët e kam nënshkruar, si edhe kur themeli i jetës demokratike, shkruan Rama në X.